Episodet e plota të Milori Podcast. Subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Ajo është një grua e drejt për drejt. Nuk ka frikë. Të thot atë që mendon si e mendon edhe në kulmin e debatit. Nuk di të tërhiqet. Disa e keq kuptojnë, edhe ajo nuk pyet fare, për arsye pse ata e keq kuptojnë, nuk do t'ja di. Disa të tjerë lëndojnë dhe ajo di t'jetë dhe brisht edhe të tërhiqet në vetmin e saj për ta përpunuar. Dhe me ata që kuptojnë natyrisht që është shumë e mirë dhe shumë humble, thonë amerikanët. Është shumë e dashur dhe mirënjohëse. Të gjitha këto aspekte unë ja njoh. Dua që t'ja njihni dhe ju në këtë podcast. Fillojmë. Jam me Jacqueline Lekatarin Zhaku. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam këtu. Mirë se gjeta Mirela dashur. Kur ju thash njerëzve që do kem Zhakun në podcast, më thanë gjithë, bo Zhaku. I thash, po unë nuk zjem me Zhakun, sepse dhe kur kemi ide të ndryshme, ne flasim. Mirë po ti nga që je fort dhe stërhiqesh, njerëzit ty të ndjek, e ndjen ti këtë kur thonë që Zhaku, apo bo Zhaku? E ndjej, edhe kur ftohem për intervista, ose ndjej gjatë jetës së përditshme, kur kam kontakte me njerëz normal, të ndryshëm, të së përditshmes, të cilët kanë krijuar ato idenë e tyre në kokën e tyre për mua dhe në momentin që përballen me Zhakun, e kuptojnë që ajo ideja e tyre nuk përkon me realitetin dhe janë shumë të sinqertë dhe e thonë menjëherë, edhe e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë, pra nuk është që mundohen ta zbukurojnë pak, po e thonë, "Ua, ti nuk je ashtu si e prisja. Ua, po ti që nge shumë simpatike. Ua, po ti je më e dashur se sa e prisja. Ua, po ti që nge shumë pozitive." E qartë. Kështu që në jetën reale. Po ndoshta është Shqipëria një vend i ashpër, fakt. Është një vend i ashpër, por unë justifikoj me faktin që tematikat për cilat flas unë janë tematika të forta, janë tematika jo pozitive, janë tematika të cilat të hapin debate dhe diskutime dhe polarizojnë shoqërinë. Dhe kjo është arsyeja pse unë shihem gjithmonë si një grua agresive, e zëshme, negative, kritikuese, duke harruar shpesh herë që ajo kritika dhe vëmendja që ne i japim fenomeneve të ndryshme natyrore, sociale, se thash natyrore, në të vërtetë tregon për një dashuri dhe për një kohë të harxhuar duke i studiuar, duke analizuar dhe duke dashur t'i kuptoj këto fenomene dhe të gjitha këto ngjarje. Kështu që mendoj që është e kundërta. Shiko, dua të flas pak për feminizmin. Po. Por me kënaqësi. Krahasuar me 10 vite më parë, si është feminizmi në Shqipëri, kjo lëvizja feministe? Feminizmi. Krahasuar me 10 vjet më parë. Me 10 vjet më parë, në vitin 2016. Si po ecën? Në krahasuar me 10 vite më parshme, mendoj që lëvizja feministe në ditët e sotme në Shqipëri patjetër që është më mirë e strukturuar. Është më mirë e strukturuar, është e ndarë në grupime të cilat e njohin individualitetin e secilit grupim, e njohin punën, kontributin, ndoshta edhe ndryshimet filozofike, parimore, konceptuale, por gjithsesi me këtë dëshirën e madhe për të bashkëpunuar dhe për të parë qëllimin e madh të përbashkët dhe jo diferencat. I gjithë kjo, me thënë të drejtën, nuk ka ardhur ndoshta si punë e vazhdueshme dhe e përditshme e grupimeve të ndryshme feministe, por mendoj që ka ardhur si një përgjigje e këtyre rrymave të reja politike që prej 6-7 vitesh janë prezente në botë dhe po mundohen ta kthejnë botën më konservatore duke vrarë demokracitë liberale dhe në këtë mënyrë duke thelluar rolet gjinore dhe patjetër duke bërë terrenin e gruas më pak të fortë dhe më pak stabil. Them krahasuar me 10 vite më parë sepse shoh që vazhdon numri vrasjes së grave. Pra, ne kemi vajza të cilat kanë qenë 16 vjeçe 10 vjet më parë, kanë 10 vjet që rriten me këtë frym të feminizmit, se tani flitet gjerësisht. Flitet për orientimin e ndryshëm seksual, edukata seksuale ka hyrë në shkolla. Nuk kemi më ajo Shqipëria e errësirës, flitet, njerëz jashtë shtetit kemi, hym dalim, pra gjatë këtyre 10 viteve, mendojnë që duhet një emancipim më i madh në mentalitet flas, nuk them për statistike, shoqata pafund mund të ketë,
statistikat i dorëzojnë mirë aty te donatorët, lekët merren dhe shumë mirë bëjnë, se dhe ato bëjnë punë, por në mentalitet ka një ndryshim aq sa duhej apo pritet edhe më? Jo, patjetër që pritet edhe më, sigurisht. Po pse nuk vjen? Sepse faktorët po ecin. Faktorët aksesorë shoqërus ecin. Përse mentaliteti tek gruaja nuk ecën? Ka pyetja shumë e gjerë dhe do një përgjigje kështu me disa sektorë dhe me disa pika. Si fillim, po, shoqëria civile dhe shoqatat e ndryshme të cilat merren me të drejtat e grave, patjetër që ka bërë një punë shumë të mirë dhe mundohen që të gjejnë edhe lufta e kërkimit të donatorëve dhe kërkimit të investimeve është goxha e vështirë dhe mundohen që me aq sa mundësi sa kanë dhe me aq burime njerëzore sa kanë, të bëjnë një punë sa më të mirë që padyshim është e pamjaftueshme. Por ne nuk mund të presim që ndryshimet shoqërore dhe mentaliteti në shoqëri të vi vetëm si punë e 10, 20 apo qindra shoqatave që mund të ketë Shqipëria, nëse nuk kemi një punë dhe vullnet të strukturuar nga institucionet politike, sepse janë institucionet politike të cilat marrin një pjesë të lirisë së qytetarëve dhe janë ata rregullatori i mbarvajtjes së zhvillimeve shoqërore, por dhe marrëdhënieve shoqërore. Dhe jo vetëm në 10 vitet e fundit, po mendoj që në 30 vitet e fundit në Shqipëri, barazia gjinore, fuqizimi i gruas, zhvillimi i mentalitetit apo krijimi i një mentaliteti më liberal dhe më pranues, më tolerant, nuk ka qenë, besoj, një nga qëllimet e politikës shqiptare dhe vazhdojnë të mos jetë një nga qëllimet e politikës shqiptare. Pse? Sepse kauzat sociale nuk sjellin para, kauzat sociale vetëm marrin para. Kështu që institucionet shtetërore do të duhet që të kenë disa buxhete shumë të majme dedikuar ligjeve dhe projektligjeve të reja që janë dedikuar për barazinë gjinore dhe për diskriminimin dhe do duhet edhe të investojnë edhe në burime njerëzore dhe në institucionet e rendit, por edhe në institucionet e edukimit. Kështu që nëse puna nuk kryhet në mënyrë shumë harmonike dhe shumë të përqendruar dhe bashkëpunuese dhe nga lart dhe nga poshtë, rezultati do jetë ky që jetë. E kuptoj, po dakor, Shqipëria është një terren i tillë edhe ti me të drejtë e ndërtove ashtu siç është kauzat sociale janë në fushata, kur ju intereson. Pastaj kemi edhe rolin e medias. Media, shtylla e katërt, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme sepse krijon një opinion në publik, krijon një narracion të caktuar në publik. Dhe nëse deri 10 vite më parë media ne kemi pasur aleat, unë nuk e shoh më media shqiptare si aleate të vajzës apo të gruas, apo si aleate të gjitha këtyre kauzave demokratike dhe liberale që janë të bazuara te dinjiteti njerëzor dhe te barazia njerëzore, pa krijuar një hierarki njerëzore, e cila është një hierarki gjeografike sepse bazohet në fe të ndryshme, në statuse të ndryshme. Dikush që na shef të dëgjon tani dhe thot, për çfarë media flet kjo, kur media Prime-in ja ka dhënë, media të rëndësishme flas, Prime-et janë me gra gjysmë të zhveshura që çfarë promovojnë, se dëgjojnë këtë për shembull. Dhe ka emisione të tilla. Patjetër. Po e jep pra media një grua gjysmë e zhveshur. Ajo nuk është Çfarë dëmi i bën kjo? Arritja dhe emancipimi i gruas. Çfarë dëmi ju sjell kjo juve? Jo sepse feminizmi është një lëvizje që është kundër grave të cilat e mbajnë veten e tyre, mendojnë që janë të bukura dhe fokusojnë apo gjithë energjinë e tyre te pamja e tyre jashtme. Kjo është thjesht një mekanizëm i ri kontrolli që ky sistem i patriarkatit në të cilin ne jetojmë përdor për ta mbajtur përsëri gruan të skllavëruar, të burgosur brenda këtij mekanizmit i cili e do gruan të brisht, e do të hiperseksualizuar dhe do vetëm të bukur dhe asgjë më shumë. Nëse lëvizjet konservatore, të cilat janë të bazuara në traditë dhe në role të ngurta gjinore, i japin vetëm një funksion gruas, dhe funksioni i gruas është ai që të kujdeset për mbarvajtjen e shtëpisë, në të vërtetë ky sistemi tjetër në të cilin po jetojmë sot i jep gjithashtu vetëm një funksion gruas, që është ai i të qenurit e joshëse, e bukur, seksi, e dëshirueshme, prap një objekt në duart e atyre që kanë pushtetin, që në sistemin patriarkal janë përsëri burrat. Pra, është thjesht një mënyrë e re, një kurth
më modern, një kurth me ngjyra më të bukura, një kurth në të cilën ti ndihesh e lirë për të bërë zgjedhjet e tua, por në të vërtetë është thjesht një mekanizëm tjetër joshje dhe kontrolli mbi autoritetin po dhe trupin e gruas dhe mbi lirinë dhe vetëvendosjen që ka gruaja për të vendosur për trupin e saj.